kemi edhe një pyetje tjetër hoxh. U thot Asalamu alaykum, hoxhë nderuar. Dua të pyes gjyshi që ka kohë 15 vite që ka ndruar jetë. Falën e atë kohë kam qenë tek nizetat si adia fare në si namazin. Dhe në një rast që ai po merr të abdes, i kam thënë mos të harxho ujin se s'ka ujë. Pasi në atë kohë kishim pak mungesë të ujit në shtëpinë tonë. Dhe ai me neva e sipër në mallkoj. Dhe rastisht nuk e di a kam hyrë në gjuna me këtë gjë, sepse vërtet jeta ime s'më ka ecur fare. Një fesë e prishur, e pas përsëri martesë e prishur. Tani është muaji Ramazanit, çfarë mund të bëj për këtë gjë? Nëse kam hyrë në gjuna me gjyshin tim, e më ka zënë mallkimi i tij, Allahu shpërblet. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuk ka diskutim se kushdo që i pengon njerëzit të cilët bojnë ibadet, hinë gjuna të madhe. Fjala Allah subhanahu wa taala në Kur'an kur ka folur për zullumin e mushrikëve, e qafirëve, ka thonë wa yasudduna an sabilillah, i pengojnë njerëzit në rrugën e Allahut. Kushdo që e pengon dikon të u falë, është gjuna shumë e madhe. Kushdo që e pengon dikon për ma agjëru, është gjuna shumë e madhe. Kushdo që e pengon këndo në praktikimin e çështjeve fetare, është gjuna tepër e rëndë. Kur thonë gjuna tepër e rëndë, është gjuna që të çet pe fe e krejt. Nëse në kohën kur e ke thonë me pengu për abdes, nëse është çështja për këshill, veç me thonë që ne ka ujë pak, me shfrytzu pak më shumë, kjo nuk është pengesë, me harxhu pak më pak, kjo nuk është pengesë, por është këshill. Ama më shumë i bë pengesë, me anul ujin e me bë pengesë namaz, janë për atë veprave të cilat janë tronave të qesin për feje veç nëse u konë fe personës, e normal më konë që është në fe nuk e pengon dikën tjetër për më falë. A ka mujt me zonë mallkimi? Po, ka mujt. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë, kur e ka dërguar Muadhin në Yemen për me thirrjen e njerëzve në Islam, i ka thënë fattaqi da'wat al-mazlum, ruaju ke kujdes, mos luten kundra teje ata të cilëve ke bërë zullum. Për shkak se nuk ka perde mes Allahut dhe atij i cili bën dua për shkak që i ka bë padrejsi, i ka bë zullum dikush. Kurse zullumi në pengim në namaz, pengim në xhirim, pengim për bulim që i bojnë shpesh herë prind që ka vetvete ose motra ose dikujna, janë për gjunave tepër të rënda që nëse bën doa dikush kundra atij, është shumë rrallë që e zën mallkimin. Që do të më bë? Do të më pendu. Atë ma mallkimi gjatë gjithë jetës, inshallah jo. Nëse penduhesh te Allahu subhanahu wa taala, edhe pendimi pastaj është me mojë fjalë vetëm, më falë, më agjërua, më bë krejt ato që i ka bërë gjyshi. Edhe nëse ka mundësi me dhënë sadaka për të, do të me dhënë sadaka për të. A zën mallkimi e zën? A është i përjetshëm? Nuk është inshallah i përjetshëm nëse pendohet edhe lutet për ta dhe jep sadaka. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.